Tani me përmbledh gjithë atë që ka ndodhur në Lidhjen Demokratike të Kosovës për një periudhë kaq shkurtër është e pamundur, por do mundohem që të jemi i shkurtë dhe më konces. Unë gjithë problematikën e ndaj në dy rrafsh, në dy grupe. Në grupin e faktorëve të jashtme që është vetë lëvizja, vetë vendosje edhe kundërshtari politik, edhe në grupin e faktorëve të brendshëm që është LDK-ja edhe vetë gjendja brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës. Te faktorët e jashtëm unë mendoj se LDK-ja është ballafaqur me një konkurrencë edhe me një garë jo reale për faktin se qeveria ka keqpërdorur resurset qeveritare me ofertet e saj elektorale, ka qenë më dinamike edhe shpesh herë ka bërë edhe një propagandë të atill duke i ndarë partitë politike në ata që janë me ne edhe ata që janë me listën serbe. Mendoj se ky ka qenë një prej faktorëve kryesor me të cilët ka garuar lëvizja vetëvendosje edhe me të cilën mendoj se ka korrë suksesin më të madh për faktin se LDK-ja nuk ka arritur ta dëshmojë të kundërtën, ka qenë pasive në këtë drejtim. Nëse i kthehemi Lidhjes Demokratike të Kosovës, atëherë mendoj se LDK-ja ka pasur një varg lëshimesh në fushatën zgjedhore. Nëse do kishin fituar LDK-ja, sot do kishim fol për sukseset edhe meritat që ka lidershipi i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Por në një rast kur kemi një humbje të Lidhjes Demokratike të Kosovës, një debakël, atëherë padyshim se dhe faktura kryesore për humbjen i shkon lidershipit Lidhjes Demokratike të Kosovës. E kur them lidershipit, këtu nuk mendoj vetëm zotit Lumir Abdigjikut, por edhe njerëzve që rrethojnë zotin Abdigjiku për arsye se ata bën një pjesë të madhe të fajit për politikat me të cilat ka garuar LDK-ja. Thënë shkurt, LDK-ja ka pasur një politikat gabume zgjedhore, ka pas një menaxhim të keq të fushatës zgjedhore, edhe ka pas për mendimin tim në front line, në ekipin e parë, ka pas një ekip të dështuar. Kryesisht njerëz të prunë prej partive tjera politike, ose që familjet i kanë në familje. Tani po flasim për procese, jo për individ. Kjo do diskutohet brenda strukturës. Nuk e kam problem, a edhe brenda individëve të flasim. Po mirë, ndonjëherë tjetër të flasim për individ. Tani po flasim për fenomene. Okej. Kastriat, ku dështuam? Ku dështuan tash janë shumë faktorë. Jo, ku dështuam e bëra pyetjen duke pas parasysh që nëse flasim për Lidhjen Demokratike të Kosovës, pyetja do duhej shtruar ku dështuam. Nëse flasim për PDK-n, prap ku dështuam. Për lëvizjen vetëvendosje ku dështuam. Hajde, flasim ku u dështua. Ku dështuam ne si media po mendon? Jo, mos ne si media, ne si LDK. Normal, LDK-ja në këtë pikë... Zdeshta me të lojë me bërë distancën për qëtë. Në vitin 2021, kur unë kam qenë atëherë aktiv në LDK, edhe tash prap ka orë në këtë pikë, ku është besoj që pragu ose ku mrin vota e LDK-s të strukturat, edhe ku është problem, dhe më thonë që kjo vot me shku hala ma poshtë, mundet në rast edhe ma të këshia, po që të është aj tavani ku vota e LDK-s që ndrën të që këni që në 11 që besojën,